Nga se fjala më e mirë fjala Allahut azza wa jall, i cili tha: "Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun." Merrni këtë merrni projekt, simbol të këtyre ditëve, edhe në jetën e juaj, për në veçantë këto ditë ku Allahu tha: "O ju që keni besuar, keni frikë Allahut. Keni frikë Allahut se do të dilni para Allahut. Do të japni llogari tek Allahu për çdo fjalë, për çdo vepër, për çdo qëndrim, të hapur të fshat, publik apo jo publik. Gjithë Allah i din. Andaj wal tandu nafsun ma qaddamat lighat." Çdo kush nga ju le të shikon çfarë ka përgatitur për nesër. Çfarë ke përgatitur për nesër? Çka do i thush Allahut për begati që ti ka dhënë, për mundësi që ti ka dhënë, për jetën që ta ka dhënë? Kjo është gala jote. Ky është projekti yt. Çka kemi thënë Allahut për vendin tonë, për familjen tonë? Çka ki bë? Me çka ki don nga dunjaja? A ke lënë pajtim pas vete apo ke lënë përçarje? A ke lënë përmirësim apo fesad mas vete? Çfarë ke lënë mas vete? Në çfarë gjendje ke lënë familjen, të afërmit e kështu me radhë? Ky është preokupimi. Faltandu nafsun. Çdo shpirt që shikon çfarë ka bogati për nesër. Shikoni, Allah tha nesër, nuk tha pas nesër, nuk tha në të ardhmen, po nesër. Do të thotë kjo dalë para Allahut, ky përfundim shumë afër është. Shumë afër është. Andaj, wattaqullah, prapë Allah thot, keni frikë Allahut, nga se Allahu e din hollësisht krejt çka ju bëni. I din vallahi Allahu edhe planet, edhe kurset, edhe nejat, edhe bisedat, edhe planifikimet, gjithë Allahu i din. E i bekon të mirat, e i poshtën të ligat.